Tashmë të gjithë e dim që lavdia e Shakespeare-it ka zbritur edhe në skenën tonë, sepse këtu çdo javë ne kemi mundësinë të shijojmë një nga kryeveprat e këtij autorit të madh. Sot është përzgjedhur një episod nga vepra Komedia e keqkuptimeve dhe që si gjithmonë do të vijë interpretuar nga dy shakespearianët tani. Dëgjojmë bashkë. Mi motër Lucian. Mi motër Adriana. Nuk me erdhi që s'me erdhi. Kuqmi? E kuq tjetër. Nuk me erdhi im qoq. Kanë kaluar plot 2 orë. 2 fjalë. Është në pazar. Ka takuar në një tregtar. Po hanë gjë kafsh gjë kund. Ti moj motër, ke durim. Durim, po nuk mundem, moj motër Lucian. Përse burrat duhet kenë kaq shumë liri? Përse një ditë kur unë dola me qoqet, im qoq, u qua, edhe u zemërua. Burri qënë ka vreri zemërstate. Frer. Burri është freri zemërstate. Vreri mbam frer ku shef burrin. Po që thok kështu, është freri zemrës tënde. Ka që shteksi. Freri. O, gomari. Ku që është gomari këtu? Unë jam aktor. Po që aktori e ti, në lër të vazhdojmë të tekst, nuk po të shaj aty. O, gomari e duron kapistrën, kurse unë, motër Lucian, unë dua që ti jem e qfrenuar. Ti je qfrenuar? Po, dua të jem e qfrenuar. Përse të mos jem? Ne vërtet jemi motra binjake, por unë jam 3 minuta me madhe. Po që motra binjake ne? Ti vetëm 3 minuta je, se je dhe 3 metra e lartë. Qo na thuac? Pa se ka mund tani. Mos deshe të thuash që femrat e kafshve... Po. Motër Adriana. Po, motër Luciana, që na thuac? Mos u mërzit, se dhe ato që ishin gratë e peshqve, ato që ishin gratë e kafqve, ato që ishin gratë e qpendve, burëve ju në nështruju burit. Që më duen mua, që më duen gratë e peshqve, që më duen gratë e kafshve, që më duen mua gratë gjëkafsh. Qfar the ti e ku ta di unë? Moj motër, unë nuk munde nuk duroj dot. Më mirë të mos isha martuar kur, se sa ta duroj këtë robëri. Martesa është vënd hallesh. Halle ka, moj motër, sa të duash ka halle martesa. Po mirë, motër, në qoftë se ti do të martohesh, val, do ta duronje forcën? Po. Po ta daquronja? Po. Do ja bëja halal drurin. Do ta duroja burrin, është. Do ta duroja drurin e burrit. Po që do të duroja burrin, ka që është thuaje të shkretën. Po ku ka burë që se regrua njëri javë? Moj motër, po në qoftë se a y shkon me një tjetër, ti që bënje? A y? Po. O ta prisja në shtëpi. Po në qoftë se a y do të ta qkelte dorën. Ku që ma qkel dorën mua, more? Një minutë, se la për e qorë.
lapsus. Në qoftë se ai do të shkelte të drejtat, ti do t'i qetë dorë nga durimi? Do martohem njerë, pastaj o ta provoj. Shumë mirë, motë. Motë Radi. Po që motë Radi, më? Adriana, jam Adriana. Po të thras shkurt pra motë Mirë, Radi. dakor, Dje më ngacmuan një 2400 veta. Ua, motër, sa qënë ke kënaqur. Po i parafundit të reshti mesit më ngacmoj për ty. Vërtet, ua, motër, po si qishte, val, a e pe në sy, gjduke, në ishit zëverdhur, në ishit skuqur, në qeshte, apo në ishi natosur. Më tha të mos flas. Vërtet, po ti qfar i the? Po i qfar të tha? Se në qofë se i the diçka, ti mu duhet ma thuash dhe mua, se ne prandajemi motra, që të bëjmë thashe theme, në daq të thuaç, në daq po të thuaç, në daq të bëfç, plaçe të bëfç, pufç të bëfç. Më tha që të dashuron. Vërtet? Mua. Po në që mënyrë ta qpoj dashurin? Që shka qpoj, more? Në që mënyrë ta qprehu dashurin? Po me të qpor. Lermë, motër, lermë se për këtë burr do të them vetëm 2 fjalë. Zemra ime don të qpohet, të qprehet. Zemra don të qprehet. E qpuara i rimëndja. A y që qe më i shëmtuari, a y që qe fytyrthar, a y që qe kur izdal, a y që qe vezveseli, a y që qe budala, a y që qe avdal. Po ti pse më bësh gjeloz për këtë val? Sepse dua që bota të kujtoj që ai është burr i keq. Nuk duaj që ta marrin vesh që unë e dashuroj, vetëm kështu më del zogu nga foleja. Goja e shan se zemra e dashurohu. Marove? Marova. Dë fjalë. Qfar motre? Një minutë, se nuk e kuptuam.